shken dushmanit, me I dalë zot vatanit. Mirë mrana, mirë se keni ardhur, vëllezër, motra, nëna, gjyshe, gjyshe, të gjithë të pranishim, mirë se erdhët në manifestimin ton të hershëm, dalë Zoti që gjithmonë festojmë. Sot jemi të buar që të këndtojmë dhe festojmë 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Gëzuar, i nderuar përfaqësuesi i Ambasadës së Republikës Kosovës në Bern, Eliot Zenunaj, i nderuar dhe i respektuar Hoxha Xher Aziri, teolog në Xhamin Ike të Tunit, të nderuar Bacirom, faleminderit që kjo nga Kosova Ekstra na përfaqësoj të tjerë bashkë me mjekë sot të këndojmë dhe të festojmë. Faleminderit të gjithë të pranishme. Sot unë mendoj që i tërë ky manifestim, i tërë ky organizim është duke falënderuar kryesisë së shoqatës Abreu, aktivistët e saj, kryetarit e saj Gjemshir Zenunit, të cilin i njoftoj pa merr fjalën të përshëndes mosën. Të nderuar bashkëdhëtar, të nderuar mysafir, artist, miq të kulturës shqiptare. Ju përshëndes në emrin tim dhe në emrin e shoqatës kulturore shqiptare Abreu,
Përshëndes me knatësi dhe shumë respekt diplomatin e ambasadës së Kosovës, zotrin Eliato Zenunaj, i cili na ka nderuar dhe kisha dëshirë që ta ndërtërhetni. Po ashtu edhe përshëndes teologun e xhamisë tonë Ikra ton, zotrin Azer Azirin. Dhe mirë se keni ardhur që sot së bashku të festojmë ditën e flamurit. Bacaram para një 2 dite e pitëm një kafe me ta dhe ja treguani një fotografi në vitin 1989, ku e kemi festu festën. Salla është plot. Dhe thash atua dhe në këtë ditë ato të vinë shumë njerëz, po për fat mirë, kjo është nacia madhe që sot jeni edhe ju këtone, që të festojmë së bashku. Sot largat vojot, por pranë shpirtit të tij. Festojmë një nga ditët më të shenjta të kombit 28 nëntorin, ditën e flamurit. Dhe pavarësisë së Shqipërisë, ditë që na bashkon dhe na rikujton rrënjët tona. Këtë ditë ndarojmë sakrificën dhe vizionin e burrave të kombit, që nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu, të Ismail Qemoli, nga Hasan Prishtina dhe të komandanti legjendar të Mjashari. Si dhe të gjitha të burra që mbajtën gjallë shqiptarinë në kohët më të vështira. Sot shënojmë gjithashtu ditën e alfabetit, dita ku fjala shqipe mori formën që na bashkoi kudo që jemi. Falenderojmë me mënyrë të shoqatën atë një gur e çmuar e kulturës shqiptare, si dhe shtetin zvicran për hapësirën dhe respektin që na kanë dhënë. Dhe të shkojmë nga drejta e brezit të ri, sepse aty është ardhmja jonë. Detyra jonë është të humbim dhe të lëmë të shikim gjuhën, traditën, këngën dhe flamurin. Në këtë rast duhet të shpreh edhe mirëmendjen time të thellë për anëtarët e themeluesit që hallën themelët e kësaj shoqate, për çdo kryesi që ka vazhduar misionin me nder, për artistët tanë që mbajnë gjallë skenën, për fëmijët tanë që pasqyren më pas sa më shumë, për prindit për mbështetjen e tyre të palëkundur, si edhe për të gjithë bashkëtarët, miqët, sponsorët dhe anëtarët tanë që kanë qenë dhe mbetin krah nesh. Gëzua 28 nëntori, rrof flamuri Kuqezi. Faleminderit shumë, zosh një gjithmonë paqe, fat dhe gëzimin familjet e juve. Faleminderit kryetar, faleminderit për fjalët miradije, për fjalët të vërteta. Po mos ishte shoqata e Adveu, ne sot do të ishim këtu bashkë, do të ishim të bukur. Do të ishim në për rinjora 4, në për klubet shqiptarëve, dikun do të ishim 3, ndërsa asnjëherë do të ishim bashku bashkë. Të falenderoj kulturës dhe punës, aktivitetit shoqatës Adveu, kryesisë së saj aktivistëve, ne sot jemi bashkë, edhe të gjithë ata që dojnë dhe dëshirojnë kumbin e vetë, Adveun e vetë, tokën e vetë, sot janë prezent në mesin tonë. Une kam kënaqësinë që në mesin tonë është edhe profesor, teologu ynë, Azer Aziri, i cili e ftoi ta marrë fjalën dhe ta përshëndet mosin. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Shfrytëzoj rastin të përshëndes dhe të falenderoj pa mas nikoqirët e këtij tubimi, nikoqirët e këtij organizimi fantastik
të shënojmë së bashku festën e flamurit të shtetit shqiptar, pra të zotët e këtij organizimi që nuk kursejnë send aktivistët e tyre që neve të na tubojnë në këtë vend, sado pak edhe ne të festojmë, të ndjejmë atë që Zoti na e fali në shpirtin ton, pra të ndjejmë kombësinë të cilës ne i takojmë. Pra në këtë rast vërtet falënderime të mëdha, të sinqerta, të shumta për shoqatën kulturore atë dheu në tun. Vëllezër dhe motra, le të reflektojmë në dy çështje. Çështja e parë që kisha dash këtu së bashku me ju që të shfrytëzojmë rastin e të marrim nga kjo tubim, të reflektojmë për atë që Allahu Zoti na veçoi e që është gjuha jonë. Le të jemi nga ata të cilët do ta kultivojmë gjuhën tonë, do ta flasim gjuhën tonë në shtëpitë tona dhe në çdo tubimin tonë, se ajo është një specifik, është një veçori të cilën Zoti nuk ja ka dhënë askujt tjetër, por ja u ka dhënë vetëm shqiptarëve, pasi që ai zgjodhi gjuhën shqipe për ne. Atëherë le të jemi ne falënderues ndaj Zotit me kultivimin, me mësimin e saj, porosi direkte, kur mos fol me fëmin tant gjermanisht në shtëpin tënde, harroje diçka të tillë, se pikë së pari është mos falënderim ndaj Zotit, pastaj mos respekt ndaj përkatësisë tënde. Çështjen e dytë që kisha dashur ta ndaj këtu me ju e të reflektojmë është që ne së bashku të vetëdisohemi. Kjo është pika e parë, të vetëdisohemi ne, e pastaj të vetëdisojmë fëmijët tonë, sidomos këtu në Perëndim, se ne, Zoti ka krijuar për ne një hapësirë gjeografike. Ai ka zgjedhur për ne, mirë po, armiqtë tonë shekullor, këtë hapësirë gjeografike nuk na lanë të bashkuar. Ata në kongreset të ndryshme e përçan, e coptuan, por ne le të jemi ata që do të themi se ai është emanet i të gjithë neve e një ditë do ta kthejmë ashtu atë hapësirë gjeografike të trojeve të shkapërderdhura shqiptare që janë shkapërderdhur pa dëshirën tonë, të mësojmë dhe që themi se ne jemi një, ne jemi bashkë dhe ne do të kthehemi përsëri bashkë ashtu siç na krijoi Zoti dhe zgjodhi për ne. Këtë fjalimin tim do të kisha dashur ta përfundoja me një poezi të trimit ton, i cili në një anë kishte armën që mbronte traditën, vendin, kulturën, dhe në tjetrën anë kishte lapsin. I madhi Mulla Idris Gjilani, ai na ka lënë këtë emanet. Ai thot, kemi tri fe, por kemi vetëm një atë dhe të përbashkët, një gjak vëllazëror, një gjuhë, një diell e një Zot dhe detyrë mbi detyra kemi, bashkimin dhe mbrojtjen e atë dheut, të kufirit të Shqipërisë përballë armikut shekullor. Ju falënderit. Urime festa e flamurit. Faleminderit profesor, faleminderit teolog, faleminderit për fjalët mira dije. Akoma mirë që të dëgjosh këtë fjalë, kaq të bukura, kaq të ëmbla, kaq me vend që ne do të jemi një ditë bashkë. Po si? Ti bashkojmë kokat, pastaj do të bashkohen edhe tokat. Urimi edhe një herë, pavarësia e Shqipërisë. Në vazhdim do të fillojmë me programin artistik, një valë nga voglushit tona.
e këta do të na vallëzojnë valën për bashkët. Faleminderit prind që keni sjellë dhe i keni mësuar fëmijë që ta duan dhe ta kultivojnë gjuhën dhe kulturën e tyre. Kështu në veshët e tyre të tingëllojë muzika shqipe dhe gjithherë të jetë në mendjen edhe trurin e tyre. Asnjëherë nuk do të largohet dhe të dinë se rënjët e tyre janë shqiptare. Faleminderit. Në vazhdim, e kemi vallën me motive trokojane, të cilën do të na luajnë vajzat.
prej. Në vazhdim, një valle nga me motive nga Veriu, të cilën do ta interpretojnë djemt dhe vajza. Shumë prit nuk e din se në tonë LGBT është edhe funksion edhe shkolla shqipe. Mësuesja Lendit bashkë me nxënësit e saj na ka përgatitur disa recitate. Na prezentaj. Simboli shqiptarit është vula jonë e lashtësis, vjen nga koha e Pellasgjis. Këtë plis të bardh e kanë bajtën preza me ras, e mbajtën Piro dhe Odiseu, Agrani, Genti dhe Skanderbeu.
flamuri, po I thot tera flamuri, që pas ke sot, që te muri, ka qitë qeshus me jë bukur, s'te kam par, ka që të bukur, qfar ke me thuaj ti, hap ma zemër, mos ma fshi, ky flamuri pola tre, I thot terës nuk është, gjithë vendi so gëzon, është fes se kupton, rimi pollat mos ma baj, ka se në qenë s'ka me skaj, fuera me në pit, dhe me lartë flamuri kriti. Nëse të teti mentor I dhe gjyrat adveut. Është në ditë e madhe, ëndër shqiptare, nuk shë askund si Shqiponia janë dy krenare. Është në ditë e madhe, bitë të Skënderbeu, 28 mentor, I dhe gjyrat adveut, që ras një kombo ku që zi valeve tur, në Balkan të Vlorës, pavërsia ka zbritur. Në përfusha, në përmale, vrapën popullit të kësi vale, largë rritë një flamur, bitë shto shka me bitë shto gur. Një flamur me qipë male, na e këshquis me që male. Kur flamur I lartë ngritëm, krizëm për shkretë të gjithë britën. Ane kanë sot shtrit liria, rof flamuri, rof qipënia. Jam bi e një toke, që është të larë me gjatë, mund të fluturoj botës, rreth e qartë. Shqiponjat kreshnike flenë edhe në bingur, por gjuhën e tyre se haroj në kur. Jam bi e një toke ndiem krenare, kudo në për botë flas gjuhën amtare. Jam 36 të pele e diamante, të flas gjuhën time se jam vajzë shqiptare. Gjithë gjuhët e botës mund t'i mësoj, ti përshëtatëm rendit aty ku jetoj. Por për gjuhën time shqipe fjalla se që më mbrit, jam bie kësaj toke e do të flas shqip. Himni flamurit, o flamur gjak, o flamur shkap, o vend e vatër, o nën e bab, lagur me lot, djegur me flak, flamuri kuq, flamuri zi. Fortez shkëmbi, tmer tirani, s'te tremb romani, as veneciani, as serb tushani, as turk sultani. Flamuri madh për vegjeli. Flamur që linqen Konstantinin, pajton islamin e krishtërimin, shpall midis feve vllazërimin, flamur bujar për njerëzim. Me Skënderben u lavdrove, dhe me furtun I fogmi u shove, me që malin prap lartë vrapove, yll I pavdekur për lirim. Sa shpesh pastaj përve u shdrive, me zjar e zi, undeze undzive, po të çdo mizor me shpat e grive, o fushe kuq, o shka bezi. Udhëtimi I Isa Boletinit për në Vlorë. Në përmale e Cindrini, rente Isa Boletini. Në përnat e qanaj borën, në dritë e cigares e shikon orën. Këshir nga jugu, nga Kosova, hajme detë thot o vonova. Për mbi vetull e qanaj dorën, dhe I duket se shikon Vlorën. Shek flamurin si valvitet, ngutet Isa se nuk I pritet. Gjalla vdek, sota nesër, do të jem në Vlorë pa tjetër. Plaku I Vlorës I fanitet, do të arrije Isa në Vlorë pa tjetër. Dorën plaku e shkon në mjekër, ti shka pret e nuk I pritet.
Udhëtimi në përnat është i lodhshëm, është i gjatë. Përmes bishash në përbore mjegull, zgatet nata e behet një shekull. Në përmale e cindrini, rend dhe Isa Boletini, mërmëron dhe drini vjetër, dhe arriti Isa në Vlorë patjetër. Zoti kryeministër, në shtetet ku vjen Isa Boletini. Flamuri. Të lumë dora Ismail Qemali. Nisa ma erë dhe is, qofsh këmbërbar, e paqin për jetë Shqipërinë e lirë e sovran. Një aplauzë dhe pak më të madh për nxënësit e shkollës shqipe dhe mësuesit në Lida. Bravo, faleminderit mësuesve, faleminderit nxënës. Shumë ishit bukur, shumë bukur na emocionuat. E kryesia e Shqipërisë së Veriut ishte e pajtimit që kohë Sandra edhe një vole të vëllëheqme vëllëzit, pas e ti minimum i tyre ishte inkuadruar shumë vonë, e që mos ju mbesin mondu, që të kemë të shirë të dalim në skime e njëherë, e këtujmë atëre që të bëjmë një vole të përbashket.
shumë të vogël. kem grupin e instrumentalistëve të ri, e unë e baj një ftesë të gjithë ata që të shëvojnë të mësohen të vinë të vinë instrumente, ose din që vinë, të lajmërohen dhe të vinë të këne.
A një aplauz për këta instrumentalistat e ri, pak më të madh edhe pak i motivojmë të gjithë këta ishin në kujdesin e zotëriut mësuesit tonë nga Mikoqi dhe përfaqësuesit të kulturës së Nizufit. Unë i falenderoj të gjithë. Për fund e kemi një vallë me motive proprione të interpretuar nga djemtë dhe vajza. është kënaqësi të jesh në mesin e gjithë bashkëpunëtorëve tonë këtu, të jesh në mesin e gjithë të rinjve dhe të rejave tona, fëmijëve tonë, të cilët asnjëherë, as një minutë nuk hezituan që ta mësojnë gjuhën dhe kulturën e tyre. Mirë po, e tërë kjo, duke u falenderuar shoqatës Ablu, kryesisë saj, aktivistit e saj dhe kryetarit e saj, zotëri Gjemshir Zenunit, sot ne jemi bashkë dhe sot po këndojmë dhe po kënaqemi. Dashur Zoti, gjithherë të jemi të kënaqur dhe të lumtur. Programi artistik mbaroi me këtë vallë, ndërsa ne programin e lirë do të vazhdojmë me Alban Luzhen, muzikant, ndërsa muzikën do të bëj Alban Pagarusha, në simp do të na luaj Kujtim Ibrahimi. Ju dëshiroj Artim
të këndshëm, të ndonë të bukur, urime edhe njerë, rrofë Shqipëria, rrofë Kosova. Të nderuar bashkëpunëtar, mirë mbrëma, mirë se ju gjej. Faleminderit shumë për ftesën. Desha të përshëndes në veçanti shoqatën Adheu për ftesën që më kanë bërë, në emër drejtorit, në emër gjithë shoqatës Adheu, në emrin tim Alban Lusha, në emër të kolegëve të mi, kujtimin dhe mentorit. Urime ftesën e 28 nëntorit, a ka mundësi një do të regitë shumë madhe për gjithë juve që keni orë sate. Faleminderit shumë. Shqipërinë dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Jeta më rjedhe, koha më shkelet, mallin t'jek për më mëdhenet, kush për qani mirë leta din, pa Kosovë nuk ka Shqipni. Shqipërinë e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Shqipërinë e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Atje
Zotari shfrytëzoj rastin tyre gjithë shqiptarëve, anë kanë ku janë, këtë ditë fest, këtë ditë lumtur, kjo ditë e sotet besoj që ka depërtuar në çdo zemër të shqiptarit, kudo që ekzistojnë. Na jemi qytetarë këtu të vendas të tonit, që 40 vjetë në këtë fest, në këtë vend, gjithmonë kemi festuar edhe kemi vallëzuar për çështjen tonë kombëtare. Sa janë të rëndësishme për ta mbajtur atë lidhje? Jo këtë dëni qetë organizimit. Po shumë është interesant se këtu ekzistojë një grup shumë i aktiv, të cilët meritojnë një merit shumë të madhe dhe një falënderim që në çdo të bëjmë gjithë bashkëdhetarët të bohen, bashkohen, shfrytëzojnë rastin për ta shijuar kënaqësinë dhe lumturinë e dhëut tonë në Kosovë. Ahmet Sulejmani jam bej Ferizajt, që 40 vjetë jam në këtë qytet tonë këtu jetoj. Panderit ashtu edhe për juve.
Faleminderit shoqatës kryesisë saj dhe zotërisë Gjemqir Zenunit, kryetarit të shoqatës Adheut. Ne si grup funksionojmë që nga viti 1998-ës, po atëherë festonim në mënyrë ilegale, jo si sot të lirë, mirë po, të falendru bashkëdhetarëve edhe shokëve edhe aktivistët të tanë, ne asnjëherë nuk hezituam të mbrojmë dhe të punojmë për kulturën dhe traditat tona. Ne festuam kur ishte rrezik, kur ishëm të përndjekur nga armiku Serboslav, ndërsa sot jemi të lirë, sot është kënaqësi të festosh. Po, të rush kulturën dhe traditën në Margat është nder, është respekt, është diçka e madhështore. Derisa në shumë vende ka filluar të humbë, ne e mbrojmë dhe e kultivojmë. Si shoqat funksionojmë që 10 vite, më para ishim shoqëri kulturale artistike Emin Musliu, ndërsa nga viti që 9 vite, 2002, jemi si shoqat Adheu. Dhe unë si sekretari shoqatës Adheu kam derën e kënaqësinë të tregoj se isha për 20 vjet si mësuesi i fëmijëve, mirë po sot është kënaqësi të kesh kaq shumë fëmijë. Urime gjithë shqiptarëve kudo që janë, urime darë Zotit i bashkojmë tokat, vetë do të bashkohen edhe tokat. Manifestimi jonë për mi 20 vjetë shoqata Adheu të Tunit e festojmë me dëshirë e me vullnet. Edhe deri sot jem një shoqni pa kur fër konflikte. Pa dallim për i kohëtar e kemi një sjellje të mirë ndërmjet vëllazëve, sikur me kon vëllazë. E dyta, mos mi antarë janë të rësisë jo mune. Që tash pak jom largu, por dhe këtë në nësi ditën e mërahom, si s'mujnë lujit, shoqatës Tunit nuk i largona. Edhe i përshëndes kryesi për qëtë përgatitje shumë të bukur sonte. E i shumë, u knoqa për shta komar prej Kosovë, ekstra për qëtë citarë. Edhe i përshëndes gjithë shqiptarë gjithë ka jonë, si dhe mos kryesin e shoqatës Adheu të Tunit. Faleminderit. Vado da punto in alto,
Lord